Sa para duhen për të qenë të lumtur? E dini? Tani po ja u tregoj. Është bërë një studim. Bile në vitin 1974 u bë një studim nga disa ekonomistë, por studimi që ka dalë tani, nuk ka pak muaj, është fantastik. Ndiheni me kujdes, kushtu rastisht e t'i bëj lajfaqe si të shihemi sërish dhe më falni që e them gjithmonë. Por ndoshta dikush nga ju edhe e harron, nuk ju kushton asgjë dhe të shihemi që të diskutojmë së bashku. Në vitin 1974 ishte bërë një studim nga një tip, Richard Easterlin. Richardi është kalifornian, ishte kalifornian, ai bëri një studim, duke qenë një ekonomist, bëri një studim të detajuar se sa i nevojitet njeriut për të qenë i lumtur. Dhe po flasim për vitet 70, nuk po flasim për sot. Ai bëri një studim prej vitesh, pra kishte kohë që i studioi këto detaje, duke marrë teste nga moshat të ndryshme, por nuk ishin vetëm teste të njerëzve, pra deklarata të njerëzve, por kishte edhe disa studime që ai bëri për sa i përket sa kushtojnë ushqimet, sa kushton jeta, si e përballin jetën disa shtresa, për shembull shtresa e mesme, shtresa e ulët dhe shtresa e lartë. Dhe të gjitha këto studime ai vuri re quhet, ky studim quhet paradoksi Easterlin, mbi emri këtij zotris. Dhe në studim doli që mesatarja për të qenë të lumtur ishte, pra doli $70,000 në vit. Po, pra as më shumë dhe as më pak, sepse duke te i kaluar këtë shumën, pra $70,000, njerëzit nuk janë më të lumtur. Shiko, është një studim i detajuar dhe di pse e them këtë që i jap të drejtë Easterlinit, sepse nëse e vini re, secili nga ne ka nevojë, me fjalë, ka çdo gjë, por nuk ka nevojë për asgjë dhe ka nevojë për gjithçka. Pra varet ti lumturin duhet ta gjesh brenda vetes. Për aq sa ke. Dhe ti nuk mund ta kuptosh kurrë se kur do jesh i lumtur dhe kur nuk do jesh i lumtur. Por tjetri, duke të testuar, duke të parë dhe duke folur me ty, ai kupton diferencën tënde nëse ti je i lumtur ose jo. Sepse këtu varet edhe pastaj nga familja, çfarë jetë bën, nëse ti jep çdo gjë familjes apo edhe vetes tënde. Pra janë disa pika të rëndësishme. Megjithatë, kohët e fundit doli studimi i dytë, i bërë pas gjithë këtyre viteve. Pas 10 vitesh, një qift ose një dy shok nga Anglia, Kahneman dhe Kilweston, gjë e tillë. Të dy këta bën një studim dhe studimi zgjati për 10 vjet. Ata morën të gjitha shtresave, 1.700.000 njerëz. Pra bën teste ose monitoruan 1.700.000 njerëz. Dhe në këta 1.700.000 njerëz dolën statistikat. Por çfarë bën këta? Për të qenë më të sigurt, morën edhe një studim tjetër të një amerikaneje, Barbara Miller, diçka e tillë. Po, Barbara Miller, një profesoresh e Akademisë së Shkencave. Dhe i thanë që ta ndihmonte edhe kjo. Ç'bëri Barbara? Barbara nuk mori të gjitha shtresat, por mori shtresat e larta dhe shtresat e ulta, jo të mesmet. Pra mori 33.000. Nga këta 33.000 ishin pjesa dërmuese ishin stres e ulët, kurse pjesa e vogël, që ishte mos gaboj rreth 30%, ishte stres e lartë. Dhe i vuri këto teste në kompjuter. Përveç testeve që dolën, ajo vetë i nxori Barbara, nxori këto testet, si përfundim, në bazë të atyre testeve që nxori, ajo tha që Easterlin pas kërka të drejtë, sepse pak a shumë është kjo shifra. Por ja u dha testin këtyre anglezve, që kishin vite që e bënin. Dhe e dini se çfarë doli? Si përfundim, doli që në 1.700.000, biles dhe këta 30.000 që dërgoi Barbara si teste, pas 10 vitesh, kujdes, 10 vitesh studim, doli si përfundim që mbi $100,000 njerëzit nuk janë më të lumtur. E dëgjohet mirë, mbi $100,000 nuk janë të lumtur. Shiko, do t'i them diçka. Virini re, shikoni ata që kanë shumë para. Shikoni pak se sa të stresuar janë. Vireni re. Dhe më thoni diçka. Familja tyre, a është kompakte apo jo? Pyetje, duaj nga ju një përgjigje.
familja e këtyre të pasurve, miliarderve po flas, është kompakte? Shikojeni. Gratë zakonisht ose të dashur ato, quheni si doni, bëjnë jetën e tyre. Po thuaj në 90% të këtyre. Shikojeni, unë kam njoh njerëz. Bile kemi një shokun ton që ai fërkon duart se thot sot është festë. Pse i themi ne? Sepse sot do fle me të fejuar. Më falni që qesh, po e kanë me racion. Ajo kur se njeri dhëm koka, njerë nuk ka ko, njerë duhet të shkoj të parrukjerja dhe nuk puqen, nuk e di më kuptoni apo jo. Dhe ky zotëria ka miliona. Tani, bravo i qoftë, se cilë unë nuk jam gjeloz as pak fare, nuk më intereson fare për milionat e tjerve, por më intereson diçka, sepse unë dikur, do t'ja u them këtë, kjo është një sekret që nuk i kam thënë asnjëherë, dhe po ja them sot në ekskluziv. Atë që kam kërkuar në jetë, kam qenë gjëja më e rëndësishme, kam thënë që dua vetëm të jem i lumtur, asgjë tjetër. I lumtur. Sepse jeta, nëse ti punon, si ju thash edhe dje, pra ka 3 pika që punon, që ka sukses njeriu. Besimi në vetvete, vullneti dhe puna. Dhe mua këto nuk më kanë munguar kurrë. Kështu që duke shtuar dhe lumturin, nëse do më kërkoja, sepse nëse dikush do më thoshte dikur të më pyeste çfarë do unë dua lumturin, atëherë duke shtuar dhe lumturin, kaq është. Sepse jeta është e shkurtër dhe ka shumë surpriza, ti nuk e di kurrë se çfarë mund të ndodh nesër. Kështu që ne sot për shumë ju po më dëgjoni këtu që flas sot. Kush e di se çfarë ndodh? Një infarkt, tani larg qoftë, ose një problem tjetër, ose një aksident, ku i dihet? Dhe jeta është, thash, ka surpriza, dhe ne nuk mund t'i parashikojmë dot surprizat. Kështu që, cila është gjëja më e rëndësishme, për mendimin tim, është lumturia. Pra, truku i të gjithë kësaj bisede që po flasim, është lumturia. Po si mund të gjendet lumturia? Atëre, sepse ka shumë, do thonë, e di, që do shkruajnë, do thonë që po ne nuk kemi $100,000 ose $70,000. E kuptoj dhe është e vështirë. Është e vështirë për ata që janë nën këtë shtres. Po flas, sepse jeta ka shumë probleme. Duke filluar që nga shëndeti, nga kurimet, nga fëmijët që i çon në shkollë, nga veshjet, nga ushqimet, ose dhe njeriu do dhe që të shkoj njerë në jetën e tij, të shkoj ose një në vit të shkoj me pushime. Pra jeta, nëse nuk i ka këto, çfarë kuptimi ka? Kështu që sinqerisht më vjen keq për pjesën që nuk arrin dot në fund të muajit që të kaloj muajin, jo më të kenë $100,000, por unë ja u thash sepse sidoqoftë, shiko, të gjithë jemi rritur me halle. Dhe se cili ka problemet e tij, kush më shumë dhe kush më pak. Tani, unë personalisht nuk i kam shtrirë dorën dikujt që të them që ose të ankohem, dhe kanë qenë vetëm ato 3 pika që ju thash, që vetëm punë, vullnet dhe besim në çdo gjë. Dhe edhe pse jeta ka surpriza, dikujt jep pak më shumë, dikujt më pak, por sidoqoftë, unë kam kërkuar gjithmonë lumturinë brenda vetes, pra brenda vetes time, jo tek tjetri. Sepse ti nëse do fillosh ta kërkosh tek tjetri, ke humbur. Nëse unë do ta kërkoja lumturinë tek bashkëshortja ime, ose tek një shoqja, ose tek një shok, jo, do kisha humbur. Duhet ta kërkoj fillimisht në veten time, këtë kam menduar gjithmonë, dhe ndoshta ky është sekreti. Jo ndoshta, ky është sekreti. Duke kërkuar në veten time, kam gjetur brenda vetvetes lumturinë dhe pastaj tek tjetri. Dhe duke kërkuar brenda vetes, siç thash, është e vërtetë që ato 3 pika janë të rëndësishme që ju thash pak më parë, dhe duke gjetur ato 3 pika e gjen sidoqoftë në një mënyrë apo në një tjetër, me një përqindje sipas dëshirës time, sipas mendimit tim, gjeta lumturinë dhe unë do të dëshiroja lumturi për secilin prej jush. Megjithatë do të dëshiroja një gjë për të gjithë ju që pat këtë video. $100,000 në vit për ju dhe mjafton. Pra $100,000 si thon studimet në vit.
Kështu që ju përqafoj, ju kalosh një ditë bukur dhe e shpresoj nga thellësia e shpirtit për të gjithë ju, për secilin. Ditën e mirë, punë të mbarë.